Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do të jemi së bashku në vijim. Antarët e KAS të Partisë Demokratike vendosin njansshmërisht numërimin e të gjitha kutive të Fierit, por ndërsa kërkesa e vet Partisë Demokratike ishte vetëm për 3 kuti, nga vendimi mund përfitojë Partia Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt. Përfitues tjetër, nëse Lapaj merr mandat nga rinumërimi, do të jetë Gazmend Bardhja, pasi zgjidhjen e Çavushi nuk do të futej në kuvend për t'i kujtuar kreut kuvendor demokrat çdo seancë, jo vetëm humbjen e qarkut, por edhe zvetnimin personal që zëqeneja i bëri atij 1 muaj në fushat. Të gjitha kutit e votimit të qarkut të Fierit do të rinumërohen si për partitë ashtu edhe për kandidatët. Gjithçka nisi kur Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve rrëzoi kërkesat e veçanta të PD dhe nisma Shqipëria Bëhet për rinumërim. Demokratët kishin kërkuar vetëm 3 kuti, kurse Lapaj rinumërim të gjithë qarkut, ku ai mori mbi 9.000 vota, por nuk arriti të prodhoj mandate. Por në mënyrë të papritur, 2 antarët e KAS të Partisë Demokratike, Ledio Braho dhe Elvin Çefa, përdorën të drejtën quajtje kodi për të rihapur të gjitha kutitë e qarkut të dytë më të madh. Merrni masat që me marrimin e qarkut Tiranë të vazhdojmë në radhë me kthyrjen e gjithë kutive të votimit të qarkut Fier. Po përse Partia Demokratike mbështeti Adriatik Lapajn për rinumërim të gjithë qarkut, ku ajo regjistroi edhe humbjen më të madhe? Në 11 maj, Gazmend Bardhi në Fier nuk arriti të mbrojë as listën e sigurt të deputetëve, pasi demokratët arritën të merrnin vetëm 42.693 vota, ose 4 mandate, kundrejt 116.736 vota të socialistëve, ose 12 mandate. Në lojë janë dhe 5.826 vota të pavlefshme, të cilat do të rinumërohen, ku më shumë se për PD-n, rezultati mund të ndryshojë për Partinë e Lapajt. Dhe këtu zbulohet dhe interesi drejt për drejt jo aq i PD-s, se sa i Gazmend Bardhit. Partia Demokratike nuk do të fitonte 1 mandat, por vetë Bardhi mund të fitonte pak oksigjen. Në rast se Lapaj merr deputet në Fier, aty do të përfundojë dhe ëndra parlamentare e zëqin e Çavushit, e cila do të humbiste mandatin e saj. Por po ashtu do të përfundonte dhe mangthi i Gazmend Bardhit, të cilit përndryshe do t'i duhej të përballej 4 vite në çdo seancë kuvendi me të njëjtin refren. Gazo, ku jeti Xhan? Hajde Gazo te motra jote të prezantoj edhe me shoqjet e mia, se të kam parë të mërzitur shumë këto ditë. Sali Berisha vazhdon përpjekjen e tij të dëshpëruar për të bindur shqiptarët se zgjedhjet ishin fars, por ende pa paraqitur asnjë provë. Megjithse prokuroria e KQZ kanë hetuar akuzat e tij pa gjetur faj ose krim zgjedhor, Berisha thotë se do të sjellë prova pa thënë se kur. Ndërkohë, procesi i rinumërimit në Tiranë dhe Fier mund të sjellë pasoja dytësore numëruesve të Partisë Demokratike për trafikim votash brenda llojit. Selia blu po ndjen vapën e stinës dhe stinën e humbjes. Sheshi i saj bosh dhe temperaturat e larta nuk ftojnë dot humbësit e shumë të Partisë Demokratike në këto zgjedhje që t'i bashkohen doktorit në misionin e tij final. Është vetëm fillimi. Në fakt Berisha ka kohë që ka filluar atë që rivalët e tij e quajnë fushat ndotëse ndaj Shqipërisë. Po merrin e më mbyllën në shtëpi. Merrin më mbyllën në shtëpi se turproi shtëpinë e vet, po turproi dhe vendin e vet. Ç'na doli ky thot me këtë narkoshtetin? Ai keni dëgjuar këtë ditë? Se këta nuk kanë nder. Se të shtrosh sot problemin se ku është narkoshteti, je ushtari pojsh. Po shtërohet Shqipëria, fakt thuhen të pavërteta halucinante që nuk bazohen në asnjë realitet dhe asnjë raport. Atë guxon ta thot ai që quhet lideri i opozitës shqiptare. Prisni pak. Prisni, një minutë, ju lutem. Ja pra zonja Maloku, kush është metamorfoza e vërtet. Shqipëria është fri, është toka e kokainës. Nuk dihet se në çfarë efekti, por doktori të ënën u shfaqi çlodhur dhe me energji, ndonse i duhet pak kohë të gërmojë iPadin e kujtesës digjitale. Alfred e more një mail. I mbetur vetëm me Alfred Lelën në seli, në këtë verë të nxehtë, ku humbësit nuk i afrohen oborit të tij, kurse të mandatuarit kanë marrë pushimet, doktori beson veti pari farsën e tij. Natyrisht, shpërndarja e fshehtë e parave është vështirë të kapet, sepse ata që kryejnë këtë krim elektoral
bëjnë çdo gjë që të fshihet. Kamerat e qytetarëve syçelt kanë filmuar momentin kriminal të ndarjes parave për vota. Fole para kohe. Ne edhe presim, por ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e Prokuroria kanë folur për akuzat e Partisë Demokratike, sidomos atë të fshatit Pekisht, ku treni bullgar nuk u provua kur, po për Berishën e vërtet avonon, por vjen një ditë, se kur nuk dihet akoma. Radhën tjetër apo një radhë pasaj, këtu do paraqes aktin kriminal të trenit bullgar me të gjithë shëmtinë e tij. Por ka një pikë ku Sali Berisha më në fund duket se po dorëzohet. Dy anëtarët e tij në Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve, dukshëm në urdhra politik, kanë vendosur rinumërimin e plot të Tiranës dhe të Ënën edhe të Fierit. Dy qarqet më të mëdha që prodhuan 53 mandate, por që mund të prodhojnë edhe telashe ligjore, sidomos për numëruesi demokrat, që mund të kenë trafikuar vota mes vetë kandidatëve blu, po për doktorin, ligji kap vetëm socialistët. Tani, përsa i përret kallëzimeve penale, të opozicës atë janë bërë një lloj prallë. A do shkojnë apo jo në skap, atë nuk mund të them se do vendosin ata që janë kjo është bërë mbi bazën e kërkesave individuale të kandidatëve. Drejtësi e re për Shqipërinë, por me standard europian. Ky ishte mesazhi kryesor nga Presidenti i Republikës për prokurorët, por sidomos për gjykatësit e pas vetingut. Begaj thot se gjykatësit duhet sigurojnë respektimin e ligjit dhe të drejtat e lirive themelore, si edhe besimin e publikut tek drejtësia. Pavarësia, tha ai, nuk është privilegj, por detyrim për njerëzit e drejtësisë së re. Shqipëria mirëpret konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore. Kjo konferencë që zhvillohet pas 13 vjetësh në vendin tonë u mbajt në Vlorë. I pranishëm Presidenti i Republikës Bayram Begaj buri theksin te drejtësia e re. Në Shqipëri ne kemi ndërmarrë një reformë e cila ka sjellë zhvillime pozitive të rëndësishme në sistemin e drejtësisë. Pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti. Pavarësi do të thotë autonomi në gjykim, jo shkëputje nga përgjegjësia dhe nga llogaridhënia. Ajo është liri për të marrë vendime të drejta dhe objektive, larg çdo ndërhyrje apo influencë politike apo financiare. Kreu i shtetit u ndal gjithashtu tek përgjegjësia e gjyqtarëve të gjykatave të larta si garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi të paanshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë. Begaj rënvizoi rëndësinë e forcimit të besimit të qytetarëve tek drejtësia. Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Kreu i shtetit shprehu mbështetjen për rezultatet deri tanishme të strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërsa theksoi se sistemi i drejtësisë përballet ende me një sfidë. Mbetet numri i lartë i çështjeve të mbartura, të cilat kanë shkaktuar jo vetëm vonesa në dhënien e drejtësisë, por edhe drejt për së drejti, duke rënduar mbi qytetarët tanë. Dhe kjo çështje kërkon zgjidhje urgjente dhe efikase. Në konferencë morën pjesë përfaqësues të gjykatave të larta amerikane dhe krerët e gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore. Qëllimi është shkëmbimi i ideve dhe përvojave më të mira në fushën e drejtësisë mes vendeve. Rion Veliaj do të bëjë një tjetër përpjekje sot për lirimin nga qelia. Gjykata e apelit posaçëm pritet vendos për kërkesën e kryebashkiakut për ndryshimin e masës së sigurisë. Më tepër detaje na sjell kolegu Ermal Via. Ermal, përshëndes, cila është kërkesa e mbrojtjes së zotit Veliaj në këtë seancë? Prej orës 14 këtu në gjykatën e apelit të posaçëm ka nisur seanca ndaj kryebashkiakut të Tiranës Rion Veliaj që kërkon heqjen e masës së arrestit në burg të caktuar ndaj tij nga të dyja shkallët e gjykimit, qoftë nga shkalla e parë, qoftë nga apeli. Ndërsa ditën e sotme Veliaj
nëpërmjet avokatëve të tij mbrojtës, pasi vetë Veliaj nuk është paraqitur, ka kërkuar heqjen e kësaj mase sigurie me argumentin se tashmë hetimet pothuajse janë në fund të tyre dhe nuk mund të cënohen as në moment, qoftë nga Veliaj, qoftë nga persona të tjerë. E nga ana tjetër, në të njëjtën kohë, vetë Veliaj ka ofruar nëpërmjet avokatëve mbrojtës edhe një garanci pasurore në këmbim, po themi, të ndryshimit të masës sigurisë, nga ajo arresti në burg, në heqjen e kësaj mase apo ndryshimi në një masë më të lehtë sigurie, siç janë ato të arrestit shtëpiak apo dhe detyrimit për të paraqitur në prokurori. Kujtojmë që ndaj Veliajt prokuroria e posaçme ka nisur hetime për disa vepra penale, duke nisur nga ajo e korrupsionit e pastrimit të parave, apo edhe fshehjes së pasurisë. Nga ana tjetër, përveç Veliajt, në seancën e sotme është paraqitur dhe biznesmeni Elman Abule, ku ky i fundit, ndryshe nga Veliaj, është duke u hetuar në masën e arrestit shtëpiak, por Abule nëpërmjet avokatit së tij mbrojtëse kërkon heqjen e kësaj mase sigurie me argumentin se nuk është i përfshirë në vepra penale për cilat e dyshon prokuroria e posaçme, siç është ajo e pastrimit të parave. Do të jetë gjyqtari Engert Pullumbi që do të vendos në fund në rast se do pranojë kërkesën e avokatëve të Veliajt, apo do të lërë në fuqi vendimin e dhënë fillimisht nga shkalla e parë, më pas edhe nga apeli atë të arrestit në burg për hetimet që po zhvillohen ndaj Veliajt. Ndërkohë, Ermal, ka patur edhe një tjetër zhvillim. Ish kryebashkiaku i Kavajës, Elvis Roshi, është vënë zyrtarisht nën akuzë nga prokuroria e posaçme për shpërdorim detyre kur ushtronte këtë funksion, apo jo? Ditën e sotme, ish kryetari të bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, është komunikuar zyrtarisht akuza e shpërdorimit të detyrës në lidhje me disa fonde të, po themi, të dhëna prej tij në kohën kur ai drejtonte Bashkinë e Kavajës në lidhje me pastrimin e qytetit. Bëhet fjalë në fakt për fondet në vitet 2013-2014, kohën në të cilën bashkia drejtohej pikërisht nga Elvis Roshi, por nga një audit i kryer nga ana e KLSH-s, kontrollit të lartë të shtetit, ka rezultuar se në Bashkinë e Kavajës, në lidhje me këto fonde, është kryer një abuzim me një vlerë për rreth 33 milion lekësh. E për këtë ka qenë fillimisht KLSH që ka dorëzuar këtë kallëzim në prokurorinë e posaçme, më pas prokuroria ka vijuar hetimet duke bërë të mundur që tashmë Elvis Roshi të merret i pandehur për akuzën e shpërdorimit detyrës. Nga ana tjetër, vetë Roshi menjëherë pas komunikimit të akuzës nuk ka preferuar të jap deklaratë për media, ka qenë avokati i tij Andi Skënderi që ka pranuar se prokuroria e posaçme ka komunikuar zyrtarisht akuzën e shpërdorimit të detyrës, por deri në këtë fazë nuk janë njohur me të gjithë materialet e prokurorisë së posaçme, bëhet fjalë në fakt për një hetim të nisur fillimisht nga ana e prokurorisë së Durrësit, e më pas prokuroria e Durrësit e dorëzoi hetimin këtu në prokurorinë e posaçme, e cila vijoi hetimet duke marrë të pandehur Elvis Roshin për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Më pas do të jetë prokuroria që do dorëzoj dosjen në gjykatë, ku do i kërkojë gjykatës që të vijojë procesi gjyqësor ndaj ish kryebashkiakut Elvis Roshi. Duhet thënë se ky i fundit, përveç akuzës së shpërdorimit të detyrës, prokuroria e posaçme është duke vijuar hetimet edhe në lidhje me një akuzë tjetër, siç është ajo e korrupsionit në zgjedhje, pasi ka dyshime se ai të ketë ndikuar në zgjedhjet e fundit të 11 majit, pasi Elvis Roshi mbështeste një të afërmin e tij që garonte në siglën e Partisë Demokratike apo koalicionit të Shqipërisë Madhështore. Ermal Viat, falenderoj për informacionin që solën në lidhje me këto dy çështje. Autori i vrasjes së Edmond Papës në Tiranë 3 vite më parë, Endriu Bode, u dënua nga gjykata me 30 vite burg, ndërsa një tjetër i akuzuar, Alban Velo, u dënua me 25 vjet heqëlirie. Ekzekutimi ndodhi si hakmarrje pas atentatit me tritol ndaj Aleksandër Sadikajt. Gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka dënuar me një total prej 55 vitesh burg dy autorët e vrasjes së biznesmenit Edmond Papa. Konkretisht, Endriu Bode u dënua me 30 vite burg për veprën penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje armëve, pasi konsiderohet edhe si ekzekutor i biznesmenit. Ndërsa 30 vjeçari Alban Velo u dënua me 25 vite burg për veprën penale vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim. Të dy të pandehurit do të vuajnë dënimin në një institucion të sigurisë së lartë për shkak të rrezikshmërisë së tyre. Edmond Papa u ekzekutua me 16 dhjetor të vitit 2022 në zonën e Selitës në Tiranë, në rrugën Fadil Bodinaku. Autorët qelluan 9 herë në drejtim të biznesmenit dhe u larguan me një herë nga vendi i ngjarjes, ndërsa Edmond Papa ndroi jetë rrugës për në spital. Papa ishte me precedent në Greqi, dënuar për trafik droge, si dhe i skeduar më parë në Britaninë e Madhe për të njëjtën vepër penale. Viktima ishte pronari i Hotel Blue Sky në qytetin e Sarandës. Nga hetimet, del se ngjarja ndodhi për hakmarrje pas atentatit me tritol të njëjtit vit në Tiranë, ku mbeti i vrarë Aleksandër Sadikaj,
Nipi i fisit kalemi në Memaliaj, saga e hakmarrjes mes Aleksandr Sadikajt dhe grupi që drejtohej nga biznesmeni Papa, të paktën sipas autoriteteve ka nisur për shkak të përplasjeve në lidhje në punët e drogës. Inspektoriati Kombëtar për mbrojtjen e territorit ju drejtua Bregdetit të Jugut ku po shem disa ndërtime pa leje. Aksioni ka vjuar në Jalë dhe Dhërmi ku janë shembur 9 objekte pa leje. Inspektorati Kombëtar për mbrojtjen e territorit ka nisur aksionin për shembjen e ndërtimeve pa leje në jug të vendit, konkretisht në bijën bregdetare të Bashkisë të Himarës. Janë në total 9 objekte të shembura. Aksioni vijon që nga mbrëmja e së dielës ku u prishin 4 ndërtime në Jalë, ndërsa këto të hënë u shembën gjithashtu dhe 5 objekte të tjera që rezultonin pa leje në bijën bregdetare të Dhërmiut. Aksioni i KMT do vijojë me ndërhyrjen edhe në ndërtime të tjera përgjatë bregut të Jonit. Shembja e godinave është bërë në praninë të forcave të policisë, ndërsa nuk ka pasur kundërshtime nga pronarët. Ndërkohë, 5 punonjës të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe drejtuesi i kësaj drejtorie në Bashkinë e Himarës janë pezulluar mëngjesin kësaj të hënë me vendim të kryetarit të bashkisë, Vangel Tavo. Kjo njësi ka në fokus mbrojtjen e terrenit nga ndërtime të palishme dhe abuzime. Qarkullimi i automjeteve në tunelin e Llogaras monitorohet 24 orë në ditë në 7 ditë. Zëvendës kryeministri Balluku inspektoi qendrën e monitorimit dhe operimit të tunelit të Llogaras, ku tha se nuk do të ketë tolerim për ata që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Ndërkohë, nisja e sezonit turistik ka sjell fluks të lëvizjeve drejt Rivierës së Jugut. Të gjitha mjetet që do të qarkullojnë në tunelin e Llogaras duhet të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, pasi në të kundërt do të penalizohen. Zëvendës kryeministre anjëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku inspektoi qendrën e monitorimit dhe të operimit të tunelit të Llogaras, ku përmes kamerave do të monitorohet lëvizja e të gjitha automjeteve 24 orë në 7 ditë. Është një qendër moderne e cila plotëson gjitha kushtet, si për sa i përket gjithë pjesës monitorimit, pra kamerat dhe gjithçka tjetër, por këtu kemi të vendosur edhe zjarr fiksen me të gjitha grupet operative dhe siç e kemi thënë, tuneli është 7 ditë javës, 24 orë, kështu që edhe grupet e punës funksionojnë në mënyrë të tillë. Zëvendës kryeministre u shpreh se tuneli i Llogaras do të funksionojë pa pagesë deri në shtator, ndërsa gjatë verës pritet fluks i mjeteve që do të lëvizin nga kjo vepër. Nisur në momentin më të rëndësishëm, tashmë që tuneli ka një ngarkesë shumë të madhe. Këtu do të ketë zhvillime, deri në datë 15 shtator tuneli është pa pagesë, pas datës 15 shtator do të vendoset rau dhe sigurisht atje fillon një grup tjetër operimet, pra që është pjesa e kompanisë tjetër që është në varësi të autoritetit rrugor shqiptar, e quajtur Ekor, i cila do të operojë të gjitha stacionet e pagesave. Tuneli i Llogaras pritet të lehtësojë ndjeshëm trafikun drejt jugut të Shqipërisë. Shtimi i automjeteve gjatë sezonit turistik ka detyruar Bashkinë e Lezhës dhe Policinë Rrugore në këtë qark të marrin masa për të lehtësuar lëvizjen e pushuesve drejt Bregdetit. Për të lehtësuar trafikun, rruga Lezhë-Shëngjin do të jetë me një drejtim, ndërsa kthimi do të bëhet nga rruga e re e Kunës. Në qendër të Shëngjinit nuk do të lejohet parkimi i makinave, si dhe është bllokuar totalisht qarkullimi i mjeteve të rënda. Rritja e temperaturave dhe çelja e sezonit turistik ka sjellë shtimin e pushuesve në Bregdetin e Shëngjinit, duke shkaktuar mbingarkesë në qarkullimin rrugor. Fluksi u shtua më shumë gjatë fundjavës, pasi automjetet që largoheshin nga plazhet krijuan trafik të dendur, që nga rana hedhun
deri në hyrje të rrugës të Kombit. Për të ndikuar në uljen e trafikut, Bashkia e Lezhës ka nisur marrjen e masave. Pengimin e mjeteve tonazheve të rënda për qarkullimin nga 1 qershori deri në shtator. Mjetet e rënda janë të bllokuara, nuk lejohen në mënyrë kategorike, gjithashtu për mjetet e furnizimit të bizneseve janë lënë orare të veçanta gjatë natës. Gjithashtu, për shkak se këtë vit pritet edhe një rritje fluksit, edhe për shkak të vërjes në funksion të rrugës Shëngjin-Velipoj, pritet një shtim i mjeteve, kemi bërë lirimin e rrugës Nën Tereza, që është nga Lapidari deri tek porti, në të dyja anët i kemi hequr komplet parkingjet. Gjatë verës në fundjavë, segmenti Lezhë-Shëngjin do të jetë vetëm me një sens lëvizje. Kemi edhe shëtitoren kryesore, pengohet komplet qarkullimi. Gjithashtu edhe në vazhdim si të shtohet lëvizshmëria mjeteve, do të bëhet edhe pengimi i lëvizjes nga Shëngjini në Lezhë, do të bëhet me një sens në rrugën e re të Tabës. Sipas Bashkisë së Lezhës, po punohet gjithashtu edhe me sektorin privat për të shtuar mundësinë e parkimeve për pushuesit. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni News Hour. Unë do të kem edhe një komunikim të drejtë për drejtë kolegun Ermal Via, sepse gjykata e apelit ka marrë tashmë një vendim për kërkesën e Veliajt për ndryshimin e masës sigurisë. Cili është vendimi? Lidhem me kolegun. Ermal, çfarë vendosi gjykata e apelit mbi këtë kërkesë të Veliajt? Edhe ditën e sotme pa ndryshuar mbeti masa e arrestit në Burg për kryebashkiakun e Tiranës Erion Velie, ku gjyqtari i apelit të posaçëm Engert Pëllumbi vendosi të rrëzojë kërkesën e avokatëve mbrojtës që kërkonin heqje të kësaj mase apo lehtësim të saj nga arrest në Burg në mas më të lehtë sigurie, por tashmë hetimet ndaj Erion Velie do të vijojnë sërish në masën e arrestit në Burg. Velia i mbahet i arrestuar prej 10 shkurtit të kaluar, prej 10 shkurtit të këtij viti, më falni, ku ai po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Nga ana tjetër, ndryshim të masës sigurisë kërkoi dhe biznesmeni Elman Abule, ku ky i fundit po hetohet në masën e arrestit shtëpiak, por edhe për këtë e pa ndryshuar ngeli kjo masë sigurie, teksa u la në fuqi masa e arrestit shtëpiak edhe për Abulen, që po hetohet për pastrim të parave. Nga ana tjetër, kujtojmë në fakt që Velia i më herët i është drejtuar me rekurs gjykatës së lartë, ku kërkon prej kësaj të fundit ndryshimin e masave të sigurisë të miratuara nga të dyja shkallët e gjykimit, qoftë nga shkalla e parë, nga gjyqtari Erion Bani, qoftë edhe nga gjyqtari i apelit të posaçëm Engert Pëllumbi, që dhe ky njësoj si Bani ka lënë në fuqi masën e arrestit në Burg. Deri më tani gjykata e lartë ka regjistruar, le të themi, rekursin, por nuk ka ende një datë apo një trup gjykues që do të shqyrtoj kërkesën e Erion Velie që kërkon heqje të masës së arrestit në Burg apo zvendësimin e kësaj mase me masa më të lehta sigurie. Mirë, Ermal Via, falenderoj edhe për këtë informacion minutave të fundit që solle në News Hour. Në Fier këtë vit janë shtuar sipërfaqet e mbjella me elb dhe tërshër që po përdoren edhe nga njerëzit si drithra me shumë vlerë. Fermerët thonë se sezoni i korjeve këtë vit do të jetë i mbar. Në prag të sezonit të korjeve, drithra si elbi dhe tërshëra pritet të mbushin plot hambarët e fermerëve në Myzeqe. Të thënat nga Drejtoria e Bujqësisë në Fier tregojnë se drithra që deri disa vite më parë kultivoheshin vetëm për gjën e gjallë, tani po zëvendësojnë sipërfaqe me misër dhe grur. Kam bjerë grur, elb, jon. Unë kam baktit imta i mbaj regjim sallor, përdor jonxhin. Përdore elbin për dhit. Elbi kryeson këtë vit krahasuar me drithrat e tjera me sipërfaqen e mbjellë, ndërsa rendimenti pritet të jetë i lartë. Nga 3587 hektar një vit më parë, këtë sezon fermerët pritet të korrin 3755 hektar me elb, afërsisht 200 hektar më tepër. Sipas fermerëve, elbi është një kulturë që nuk kërkon shpenzime dhe ka vlera të larta ushqyese për gjën e gjallë. Faqja e elbit 17 yll. E keni shtuar nga viti në vit sipërfaqen e elbit pse? 10-12 kam më pak shpenzime. Eshtë për bujkun të amem. Shtim ka pasur këtë vit edhe në sipërfaqe me tërshër, ndërsa misri dhe gruri kanë pasur rënje. Këtë vit në fushat e Myzeqes janë kultivuar 8954 hektar grur, rreth 2000 hektar më pak se vitin e kaluar. Shkak për braktisjen e grurit nga fermerët janë kostot e larta të shërbimeve ndaj kësaj kulture, ndikuar dhe nga kushtet e motit.
Revista amerikane Vanity Fair i ka kushtuar një artikull të gjatë qytetit Beratit dhe veçantisë së tij historike kulturore. I njohur ndryshe si qyteti i 1/1 dritareve, Berati sugjerohet si një qytet i veçantë për ta vizituar, sidomos për ata që janë të apasionuar pas historisë. Berati është një mundësi fantastike për pushime ndryshe. Ky është rekomandimi i revistës italiane Vanity Fair për të gjithë ata persona që ende nuk kanë vendosur ku do të pushojnë gjatë kësaj vere. Berati, qyteti i trashëgimisë botërore të UNESCO, i lindur 2400 vite më parë, është një mënyrë për t'u katapultuar pas në kohë. Ky qytet, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s që prej vitit 2008 duket sikur ka dalë nga një libër përrallash për fëmijë, shtëpi prej guri, rrugë si labirinte, kopshte me lule, xhami dhe kisha të lashta si dhe një kështjell që e mbikëqyr nga lart, duke shtrirduar duket sikur mund të prekësh çatit me tulla të shtëpive të lashta përgjatë lumit Osum dhe urës së Goricës. Sipas Vanity Fair, Berati është vendi ideal për të zhytur në një histori mijëvjeçare. Ai vlerësohet si një qytet piktoresk me rrugë të pjerta dhe labirinte që të çojnë në vende ku koha duket sikur është ndalur. Theksohet veçantia e kalas së Beratit, brenda mureve të së cilës ndodhen rrënojat e kishave, xhamive dhe një prej muzeve më të bukura në Shqipëri, Onufri, kushtuar piktorit të ikonave të shekullit të 16 me të njëjtin emër. Revista Vanity Fair i rekomandon të apasionuarve pas perëndimit që të mos humbasin mundësinë të parit të qiellit kur ngjyroset me nuanca portokalli dhe roz. Një vlerësim i veçantë është bërë edhe për ushqimet tradicionale. Berati, një qytet në zemër të Shqipërisë, krenohet edhe me vreshtat më të mira në vend, të cilat së bashku krijojnë një peizazh që nuk ka asgjë për t'i pasur zili Italisë apo Francës. Kemi mbritur kështu në fund të News Hour. Unë ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë dhe të njihni aty me lajmet më të fundit, po dhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkëndajemi këtu, po ju vjoni të qëndroni me ABC News vetëm pas pak faqja 4 me kolegët Jeta Kasemi dhe Sali Doçi.